26 vjet gëzuar, deri në pafundësi. Njëherët mosafirin Rustem Mustafa Remi, falenderojmë shumë për fjalët e shpirtit. Ku më ka shashtris që aty Arben, ku te ke jo 5 pika, jo s'di shka Arben? Po, mu jo, po më dhimë ndo. Jo, alla s'ka shka me të dhimë. Kush i kam shu dajak venit ton, ka 5-10, sabat vinë, shashtrisin ata. Hajde, si ki bo dëm. Faleminderit Rem. Yes. Interex është sponsori joni dashur në Oksigen, ky brendi madh i marketeve që vazhdon me zbritje javore aktive çdo të premte duke përfshirë të gjitha kategoritë, pastaj zbritje ditore gjatë fundjavës. Tjetër, aplikacioni Interex me shumë oferta si Flash Sale dhe Happy Hour. Njak një shto sene, përcel një bolli ka lirë sedet, po edhe ma lirë munimizon në Interex ofert javore gjdo të premte. Për të informuar për të gjitha ofertat, e shkarkoni aplikacionin Interex, sepse është ekstra mirë, ekstra lirë. Faleminderit, Interex, Art Motion, kuku që këto po ka na bet shpirtin të Arbena, mu e ty. Art Motion, kanale sa dush, interneti, futbolla, sene, basket, NBA, shka të dush lakin Art Motion. Faleminderit Art Motion, faleminderit Interex. Arben, që shkallove gjatë pjesës parë? Shumë mirë, më knasë. Very good? Shka të la përshtypje ty si artist? Po, më la përshtypje që pak që e ushtini pak jetët të me dëdove që po menën që Kosovën ja kanë lonë në dur të tyne. Ha, po dhe? Disa... Hani? Është pak në të menën që... Fjallë bukra, modest, apo? Tap. Nice, very nice. Disa dhe folli për Arben Gjafirin që unë e kam respekt kështu. Figurë madhe. Shumë. Unë e kam pas kështu pikën matë madhe. A ka ndoshtë edhe këtë qiptuar të Macedonisë, Arben? Këtë. Lëmaj për vete. I meshëm. Ka familje me siguri. Po. Në Shkupa, Tetov. Arben, atjerisim ka dalë do pyetje simpatike? Ajde, baba jam. Cila është motoja e 3 musketarve? One for all, një për gjithë për një. Edhe kështu shpata të vëshin këtë bashkë. Bravo. B. Ndërtesë thjesht një kotshë, zakonisht e bërë me drasa ose me lëndë tjera të lehta që shërben si fjetore, si dëqanë, si depo, për zyra e tjera. Me B. Barak. Një barak me, me D. Arben, të shkjo është në anglisht që përdorët shumë, ta mësojmë. Afat kohor i fundit brenda të cilit duhet të përfundot një detyrë, një punë, një projekt, një si? Po, që deadline. Deadline-in e ki deshtu. Pra. Ose, ma shqip, si gjimin e ki deshtu të rshun. Kalopin. Arben, gëzimi madhe i papërmbajtur në djenë vetë knatësi e gëzimi të tepruar. Ku të mërë euforia. Eufori. Ajde shkojmë të ashtë e falet. Ikona Valës Shqipe ishte pjesë ansamblet kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore e lindër në Tiranë 31 dhjetor 1950. Lili Cigu, Liliana Cigu, bashkë me Recep Çelikun. Pa. Janë kështu... Besim Zek të jetë kujtohet? Ikona. Besim Zek dhe i valtarë. Qyshtu në kështu. Si Shqiponi, vla. Kë, sport që luhet në biakull, i cili përfshin 2 skuadra, me nga 4 lojtarë se cila, të cilat garojnë duke rrëshqitur gur graniti drejt një caku të rrobullak të quajtur shtëpia ose house. Shumë kisha pas qef me lujt, po aty du të më konë shumë kështu... I qetë. Shumë i qetë, edhe me ngajt me ta, desa të lëshon, curling. A ne pëm qëdit curling, a ne pëm qëdit, ti e shumë i qetë edhe ti edhe Ilberi. Jo, s'jo mërë, tash kisha pas qef më konë. Një. Për Valboni. Frigider. Valboni gjithë është një javë për masë në Oksigen. Kë po kujtoj që sot një javë i tu gjiru. So është ka dalë, si atë një, frigider, a? Frigider veç du të amanjakin me janë ndru, ma shpesh. Për me ftof. E ka të ndrunë, Ti me nënë që i ki ndrunë.
Kompania japoneze e teknologjisë dhe provimeve elektronike në bazë në Osaka me sh. E di, besim është... Siemens. Jo. Siemens jo me së, shëja është u konë edhe dresat Manchesterit, Sharpi, kër ka lujtë kantonaja që ju këmë përmenë. Cili shteti Amerikës Jugore e morë emrin si pas qytetit të Venecias? Venezuela. Po. Venezuela. Më gjitë emrin shumë, po më drejtohesh mu? Po s'pë di kështu sakë, vishë më amër menja. Po pëse po më drejtohesh mu? Unë si akom gjitë. Se di akone tjetër me... Ja. Me pë, rjetë social ku përdërusit mund të shfletojnë, mbajnë dhe ndajnë ide në formë imazhesh të quajtur pine. Me pë. Pine? Po, që shë ka emnin kaj. Pinteresta? Pinteresti. A ke pa shka dush me bon shpe, hine këshyrë Pinterest. Të kënash. Ta kënash shpirë. Unë e kom. Veç që të bjeshe maramba qësi. Po. Shia botnorë atë. Very good. Me AI, zdi, so ka në vyllë më kërkush as vetja s'pëm vyllë ka herë. Me AI vlabë të knaq. Unë të Pinteresti këtë komplet fotografitë e Pablo Picasso që këmë po që ty. Këtë që ka More pikturë. edhe kësi për me dash me vesh shpinës, shka s'ka më atë. Po. Hajde, mrama, për këtë blok pyetjesh personte, fenomen natyror i ndryshimit që ndodh në qiellin e natës, kryesisht në rajonet afër poleve të tokës, si në verit Norvegjisë, Suedisë, Kanadas dhe Alaskës, pyetjen ka. Njihet si dritat veriore ose Aurelis Borealis. Bravo. Që janë të ngjyrat si gjelbërta, si fluorescencë. apo mi po ato live ku më di që Mukon shto këtë atë. vetja si në ondër, a? Na kun me valbushin anina, po si kena në zonë. Kena në zonë veç në terë, që janë 6 A, muaj. net të bardha. Po. E qëta, E këto. Aurora Borealis, Ja. se ki pa, a? Ja, se kena Borealis. qenë këtë Skandinavin, kështu, koncerte. Borealis. Very good. Hajde, shkojmë një poezi ta plotësojmë në kuadër të rubrikës drejt shkrimi. Liria, dritëro Agolli, u mërzit një kasolle, kush ndaj një ditë këputi litarin. Boll më tha, me dru dhe pun, do fitoj lirin dhe. Kush? Por kur i zoti e gjetin pazar, e ngarkoj mirë me, i foli një mushk, aty pran, liria nuk është për. Kuptojni mirë, drejtor Agolli për shkruan. Gjoni fjalë që më mungojnë të meqemi një kret të oksigen, që ashtu s'paku jeni deklaru, kër i keni plësu formularët për punësim në oksigen. Ha? Dhe unë, Valbushi pjo, po thot, të fitoj lirin dhe unë, që ata e zgjidhi Valbushi. Dëfrimi po thot, u mërzit një kasolle G-O-M-A-R-I. Okej? E ngarkoj mirë me? Jo? Me? Me 3 shkronja është, a, po? Me pull? Uj, jo? I foli një mushk aty pranë, liria nuk është për... Hajde, lapa për thot për... Dhe unë e tha Valbushi. Gomari nelt, lapa tha poshtë. Saktë keni dytë. Këto është për gomarë. Për që ata, atje është gomari. U mërzit në kasolle gomari, ndaj një ditë këputi litarin. Boll më tha, me dru dhe pun, do fitoj lirin dhe unë. Por kur i zoti e gjeti, para më në puna magarit, u i ka petu shkur pazar. E ka gjeti zotit pazar. E ngarkoj mirë me... Tash, Me që tu. Me? Me tu. Ja, këta që thojnë me drogë. Me mal. Me mal, që shpëdi kë. I foli një mush. Zgjidhja është pra kjo. Përndryshe, Arbeni nuk është përdorus i asnjë substance narkotike. Kur Si një. e që ashtu si Barsolet, Po, jo, as. po është një porosi e mirë për krejt ata. Po. Intuit, hajde, këngë shqipe, përmene? ku përmendet fjala rrugë. Mora rrugën për Tirane. Okej, Saranda. Rrugës i trishtuar. Rrugës. Valbosh? Rrugës me gur. TNT-ja.
Se do t'i pipresim. Streets of Philadelphia. Gjadet e Bohallës Hadukut. Për këtu s'po shku në street. Ha? Hajde, po, shqip. Hajde, Gjoni apet titoj. Aty kur keni mush formular, thëshin shka s'dim, na? Sa se kena tregu vetën që 17 veta? është një rrugë, po, keni tregu. Është një rrugë? Është një kong, është një kong shumë e bukër. Që përmenet një krahin qytet në Greqinë e sotme. Aha. Okej, ku ka konga të shumë, dhe të më konë. Hajde dhe, shumë kong e bukur. Arta preveza, masnaj? Shpëdi. Që përmenet arta dhe preveza në konga? Ja. Aha, okej. Ju një mova une, hajde. Gjoni dhe dishka tjetër. Parga, propedi qetë shakatë. Janina, Igumenica. Shqip është Gumenica, ata i thonë Igumen, për shkak të Igumenit. Janinën bëllë mirë, ka zë kë. Janinës që i pa në sytë? Janinës që i pa në s'ka rrugat të pëmë. Mora rrugën, më falni, a? Që kjo ishte kërkesa jonë, po ju nuk ka but, por kësaj nuk ja qëllut. Okej. Matematik, kja ta mën me ta up lezetin e muzikës. Po dhe? Nëse pantalonat kushtojnë 20 euro ma shumë se një këmish dhe kosta e totale 2 artikujve 70 euro, sa kushton se cili artikull që ta, deni? Që janë 2 artikuj, se pantalonat kushtojnë 20 euro më shumë se një këmish. Aha. Sa kushton se cili? Matematika krijon qetësi. Matematika ka thonë, ku jam unë është qetësia. Palohen njerëzia. Nuk ju bjen mana së fëmija. Iki njerëzit në përshpia. Nuk ju pijet as rakia. Kush mi din hallet e mija. A gjetët la? Jo, la. E që shini karnëni më ju? Këmisha 15, pantollat 15 plus 20, 35. 15 e 35, 50. Një 20 që? Mongi. Ha? Shka 55? Sa kushtojnë pantollat, sa këmisha? Për të kalëzër, për të pantollat kushtojnë 20 euro ma shumë se këmisha. Dyjat bashk, 70 euro. Sa kushtojnë vish pantollat, la? 40, jo, a? 40 pantollat, këmisha i bje më konë 20. Se është 20 euro ma shtrej se këmisha pantollat. I bje 60. Hajte të bo? 45. 25 pantollat, 25 këmisha bojnë 50, po pantollat bojnë 45. Që e bas? Ku ki marrë bajtë, ku do me gjithë për sëtë 45 euro pantollave që hajtë për ju, i lashtë se. Mirë. Voyager, udhëtari. Hajde. Ku përshkojmë? Unë ju lexoj. Distanca në mes të këtyre dy qyteteve është rreth 1600 km vija ajrore. Në njërin qytet së fundi u mbajt finalja e National League në futboll, ndërsa në qytetin tjetër, i cili është kryeqyteti i shtetit përkatës me 1952, u mbajtën lojrat olimpike verore. Qyteti numër 2 ka një klimë kryesisht të ftohtë dhe njihet me njoftën qyteti i bardhë. Cilat qytete po i kërkojmë? Cila finale u vojnë që të një? Berlini dhe Stuttgarti. Vyq? Minhen ke? Minhen? Po qërë ku shkoj? Qërë la ku ka shkoj? Ku i ka shë Stuttgarti ti? Për qytet nëse është për Kopenhagen, po dhëtë më konë mani në ashtë? Lap? No. Ja, Stockholmi më Qëta ka naltë. Stockholmi? është shumë ma largë për Minhen. Se 1000 e sake kilometrë. Edhe Oslon për eliminoj, ku metëm? Jo, mërë bura Amsterdami të hinë në Kjo rëvet. është në kësi Skandinavi është. Po dhe Skandinavi. Helsinki mërë burë. Po. Let's go.
Detyra numër 2. Distanca në mes të këtyre dy qyteteve është rreth 8600 km vija ajrore. Qyteti numër 1 është i treti më i madh në SBA dhe ndodhet buz liçenit Michigan, ndërsa qyteti numër 2 është kryeqyteti i një shteti të gjatë, më thojza, dhe është një prej qyteteve më të populluara në Amerikën Latine. Cilat qytete po i kërkojmë? Detroiti nëse është e Michigani, a është? Ka plot të Michigani. Okej. Edhe një herë, ku për nisëm, ku për shkojmë. Hajde, bab. Të gjim një të parën. Hajde. Hajde, zodhe njerë pyten të lutëm? Njona është qyteti madhë në buzë Michiganit. Okej. Qërëmje, ku është? Detroiti është të mej. Edhe imi të shku me një shtetë të Amerikës Latine, që është i gjatë i njohur dhe për tërmete, për difar diktature. Ku shkum? Kush e din në ta thot? Po tash qytetin i bika lypim. Kërë qytetin e Kilit, kush e din? Dhe divre. Kërë qyteti Kilit? Santiago di Chile. Bravo, Chicago, Santiago. Numër 3. Distanca mes tyre dy qyteteve është rreth 8000 km vija ajrore. Qyteti numër 1 është i njohur për ndërtesat e larta dhe luksoze, për turizmin, po ashtu dhe një nga qendrat më të mëdha ekonomike dhe financiare në lindjen e mesme. Dubai. Qyteti numër 2 ndodhet në lindjen e largët në një nga metropolet më të mëdha në botë dhe është i njohur për teknologjinë, kulturën, arkitekturën, shumë të tjera. Cilat dy qytete po? Dubai, Tokyo. A është? Bravo. Dubai jam konqë. Tokyo kon. Do më thonë Tokyo Valbushi. Arben Valbush ku ka kondur për shkru. E fundit, distanca në mes të këtyre dy qyteteve është 3600 km vija ajrore. Qyteti një është kryeqyteti më verior në botë dhe përdor gjerësisht energjinë geotermale për ngrohjen dhe furnizimin me energji elektrike, duke e bërë atë një nga qytetet më ekologjikisht të qëndrueshme në botë. Qyteti nr. 2 është një qytet në rritje, zhvillim, i njohur për jetën e natës, është vend qyteti i projektimeve, së fundi përveç problemeve tjera kishte problem edhe me mbetërinat. Cilat qytete po i kërkojmë? Prishtina gjithçysh, si ju përmendën mbetërinat? E para kjo Reykjaviki do të thonë. Bravo. Islanda. E që dyta mbetërinave? Qyteti i mbetërinave, Prishtina. Reykjavik, Prishtina. Do më thonë, i ki meritu gjatë pauzës, të sa dojmë në situacione, me shku në regjimi këshyrë dritat. Okej. A i kemi mirë. A i kena të buta atë kur. Premi pas pak në asociacione.